Dalim jashtë studios në këtë pjesë të fundit të programit me një material të përgatitur nga gazetarët tanë. Unë ju lë në shoqërinë e tij, ndërsa bashkë përshëndetemi këtu. E rritur nga një familje artistësh me një zot të fuqishëm e interpretime emocionuese, pushtoi skenat botërore që kur ishte vetëm 6 vjeçe. Kjo është historia e sopranos shqiptare Marigona Qerkezi. Lindur e rritur në Zagreb, me origjinë nga Gjakova, Marigona, që e vogël u ndikua nga tingujt e muzikës, sot është një nga artistet më të spikatura në skenë, duke u rënditur madje në 10 më të mirë të artistëve në botë. Momentet e saj në skenë mbarti në vetvete, histori, emocion, por edhe rrethana të pazakonta. Marigona Qerkezi është një shembull i shkëlqyer i suksesit të artit kosovar në arenën ndërkombëtare. Ajo vazhdon të jetë ambasadore e pasionit, talentit dhe kulturës shqiptare në botë. Marigona, një jetë të tërë me një soprano mund të themi tani. Do na thuash pak të rikthehemi pas në kohë, të na thuash se si ka qenë rrugtimi yt dhe nga lindi ky pasioni, sepse keni qenë në moshë shumë të vogël. Ashtu është. Qysh prej moshës shumë të hershme, kam qenë gjithmonë e rrethuar me muzikën, me artin, fal prindërve, mamit mezzosoprano Sperita Juniko, gjithashtu, duke qenë e kyçur në prova, ka qenë edhe babi pjesë e teatrit në repartin e kostumeve, në Zagreb, në Ljubljanë, në vende të ndryshme, në teatro të ndryshme. Edhe kështu edhe ka lindur ajo dashuria dhe ajo afërsia ime me botën e teatrit. Edhe qysh prej koncertit tim të parë publik si 6 vjeçare në Ljubljan, nuk jam ndalur as larguar as njëherë nga skena, edhe kështu po vazhdon edhe sot ky rrugtim që kam zgjedhur edhe e dua shumë. Si është këtë rrugtimin tënd të karrierës? Çfarë thua kur kthesh pas në kohë dhe i kujton? Nga njëherë duket sikur ëndër, nga njëherë kur kthehem edhe i shoh gjithë ato detaje, them pas ka mjaft gjëra që kam bërë, ka edhe jashtëzakonisht shumë që dua të bëj edhe po punoj fort që ato të më realizohen, domethënë gjithë ato synimet dhe dëshirat për të mbrirë në ato pikarritjet që ja kam vënë vetes, por natyrisht një udhtim shumë i bukur, shumë dinamik, shumë i gjerë territorialisht në shumë vende, në shumë kontinente të botës, edhe në skena nga më të ndryshmet dhe çdo herë rrethuar me dashurinë e duartrokitjeve të publikut. Publiku patjetër, por njëkohësisht kishin edhe mbështetjen shumë të madhe nga prindrit. Çfarë të këshillonin ata gjatë kësaj kohës kur ti po prikje skenat e mëdha? Cila ishte ajo këshilla ose mund të themi nëntojza ajo kritika që ta japnin ty që ndoshta të kanë bërë edhe suksesshme sot? Patjetër, përkrahja e familjes natyrisht është baza edhe ai rrethi më i afërm për çdo kënd. Unë kam fat që kam pas gjithmonë një përkrahje të jashtëzakonshme nga familja ime, edhe natyrisht kanë punuar edhe ato shumë që unë të jem sot këtu ku jam. Edhe pjesë shumë e madhe e të gjitha arritjeve janë pikërisht ata dhe ju a dedikoj suksesin familjes prindërve. Gjithashtu në veçanti edhe mamit, sepse është pedagogja ime vokale, edhe çdo rol, çdo vepër, çdo notë, çdo tingull e punoj ende me të, kështu që është një fat shumë i madh për mua edhe një kënaqësi e madhe besoj edhe për to. Cili është ai zëri i nënës që ty të riktu në mendje kur ti performon? Për çdo kënd zëri i nanës është i vetmi, më i bukuri, edhe gjithashtu edhe unë kam fatin që t'jem rritur me ato këshillat edhe me punën e saj profesionale duke folur për këndimin operistik. Edhe natyrisht që çdo herë kur unë dal në skenë më kthehen në memorie dhe i inkorporoj në aktivitetin tim të gjitha ato që i kam mësuar edhe prej saj edhe prej artistëve të tjerë natyrisht. Marigona, një debutim në skenë mund të themi, një nga më e rëndësishme ishte edhe pjesëmarrja jote në Rusi, aty ku ngritet për herë të parë flamurin kosovar në një skenë të tillë. Na thoj pak si ishin ato emocione, se po të kthejmë pas në kohë. Po, mjaft kanë shumë kështu me rikthy ato memorjet. Unë përveç si soprano kam një aktivitet gjithashtu mjaft të ngjeshur edhe si flautiste soliste. Edhe kështu ishte edhe rasti vite më parë pikërisht me performancën time si flautiste në Moskë. Edhe rast të ngjajshëm, por si soprano
Soprano kam pasur edhe në performancat e mia, paraqitjet e mia në Spanjë vite më parë, edhe tani edhe kam të tjera të planifikuara gjatë sezonit në vijim edhe atyre që vijojnë. Kështu që janë të gjitha këto natyrisht përmbushje artistike, por që është edhe një krenari që bashkë me emrin tim vjen edhe emri i Kosovës. Kjo botë i bukur që kam zgjedhur është jashtëzakonisht shumë e bukur edhe për të gjitha ato që e shohin nga jashtë, por edhe për ne që e punojmë dhe jemi pjesë e saj, jetojmë çdo ditë, ka normal sfidat, vështirësitë, edhe do një punë të jashtëzakonshme në kontinuitet, do më thënë pa ndaluar asnjëherë, edhe nuk është që mbaron ndonjëherë. Çdo ditë punohet me veten edhe me gjërat e reja që na presin. Edhe bashkë me këto detaje që janë të panumërt, apo disa po i them kështu për shikuesit, vjen edhe një përgjegjësi e madhe sepse bëhet fjalë për performanca natyrisht të gjalla, për publikun që vjen me interesim mediat, kritikat, në përgjithësi gjithmonë në syrin e njerëzve që vinë të shijojnë këtë performancë kudo që ti je, por natyrisht me bukurinë është edhe ajo ana e përgjegjësisë edhe e përgatitjes që është jashtëzakonisht shumë e madhe sepse në këtë profesion pa punë është e pamundur. Si kanë qenë ato komentet kur ti merri pjesë në këto vende, ndoshta që s'na kanë njohur deri më sot? Cilat kanë qenë komentet ndoshta nga publiku, nga njerëzit përreth? Kanë qenë, do me thënë si vull që arti, muzika është një ambasador universal. Edhe pavarësisht nga vije, nga cili vend i botës, çfarë gjuhë flet, apo nga cila kulturë, muzika edhe arti e ka atë fuqinë universale që ti përkthej të gjitha ato emocione, ti transmetoj dhe ti sjell tek publiku, kështu që çdo herë kam pasur një pritje të jashtëzakonshme edhe ajo më bën jashtëzakonisht shumë të lumtur kudo që shkoj. Ke marrë pjesë në vite të ndryshme në skena të mëdha botërore, e në mesin e tyre je përgjedhur edhe në 10 më të mirët në botë. Si ndjesh sot? Ishte një nominim që natyrisht më ka gëzuar shumë. Në rrugtimin tim të deri tanishëm nuk kanë pjesë vetëm koncertet, performancat operistike, por në vitet të mëparshme edhe konkurset e shumta ndërkombëtare të operas. Edhe kështu që duke pasur çmime të ndryshme nga konkurse prestigjioze, kur të shtohen edhe këto nominimet e botës operistike, domethënë në nivel global, natyrisht që është një shtytje dhe një motivim që të punosh edhe më shumë edhe të mos ndalosh kursesi, por që gjithmonë të përmirësosh edhe të jesh në hap me atë që ke zgjedhur të bësh. Si është kjo, domethënë, dallimi të themi në mes skenave të mëdha botërore dhe këto të shqiptare, domethënë, ku ndje vetëm mirë ti, domethënë si sheh këto dallimin aty me këtu? Këto 2 sezonet e fundit kisha performanca të ndryshme në mbar Europën, Itali, Spanjë, Francë, Gjermani, Belgjik, vende të ndryshme dhe jashtë Europës natyrisht. Isha prezente në Brazil, në Dubai, në Japoni, kështu me radhë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ku dua të dal me këtë, sepse natyrisht nga vendi që vjen është gjithmonë ajo ngrohtësia edhe ajo dashuria e publikut që nuk shkëmbehet edhe nuk zëvendësohet asnjëherë. Është shumë përmbushse për mua kur kam mundësinë të interpretoj role shumë prestigjioze, kryesore edhe të vështira, të gjata normalisht, në skena të ndryshme operistike në botë. Unë sapo kam ardhur, domethënë ditë më parë kisha produksionet e kaluara që i pata në operën e Frankfurtit, ku kisha 9 shfaqje të operës së Norma, një kryevepër e Belcantos nga Vincenzo Bellini. E gjithashtu interpretova edhe si Aida në Deutsche Oper në Berlin. Kështu që nga këto 2 produksione me dashuri erdha këtu, do të vazhdoj sezonin artistik në Itali, në Angli, në vende të ndryshme, domethënë që më presin në Çeki e kështu me radhë. Edhe çdo një nga këto projektet, qoftë në kaluarën, qoftë që më presin në të ardhmen, e kanë veçantinë e vet, sepse gjithë të përbashkëtën e kanë që unë ndaj artin tim edhe atë, domethënë të gjithë atë që unë kam punuar fort me njerëzit që vinë edhe është një ndjenjë universale. Po flasim nga ana profesionale më shumë, po si është Marigona mbrapa skenës? Si është jenë njësoj? Si është Marigona mbrapa? Duam të dim si është Marigona mbrapa skenave të mëdha. Po tash, natyrisht, vetën nuk është se analizojmë të njerë aqë shumë, po i shofim njerëzit e tjerë, ashtu besoj dhe njerëzit e tjerë më shofin mua. Unë nuk është se mendoj, do më thënë atë shkëputjen ose atë transformimin sken, jetë sken, sepse po bëhet një jetë e tërë në skenë, sepse fillova shumë e re natyrisht edhe kjo ka kontribuar që unë t'jem gjithmonë në kontakt me skenën.
por mbi të gjitha ne jemi njerëz edhe çfarë do lloj profesioni që të bëjmë, jemi qenja më e bukur në botë, edhe kështu që jemi shumë normal, unë e konsideroj veten një vajzë shumë normale që punon për atë që dëshiron edhe Ne tham tash një jetë në skenë. Do më thuash tani sepse besoj që ke pas situata të ndryshme, qoftë komike, qoftë të sikletshme në skenë. Ka diçka që domethënë nuk e dim derisa që Marigona është pas me një situatë të sikletshme, po e ka të kaluar me profesionalizmin e saj. Do me thënë natyrisht vetë performanca duke qenë e gjallë për orë të tëra është e pamundur që të mos ketë ndonjë detaj që të mbetet kështu ose të jetë ndryshe nga secila shfaqje, nga shfaqje në shfaqje, sepse është një mbrëmjere, janë kolegë të rinj e tjera. Por natyrisht ka raste të panumërta. Një që tash po më vjen mend është performanca në Tokyo ku ndodhi një tërmet gjatë performancës. Edhe ne ishim në skenë, kjo është diçka që nuk më kishte ndodhur më parë dhe nuk më ka ndodhur më prej atij produksioni në New National Theatre në Teatrin Shtetëror të Operës në Tokyo, por që duke qenë një performancë e gjallë natyrisht si çdo tjetër në botën tonë. Kemi të gjitha ato maestrancat e teatrit edhe natyrisht jemi gjithmonë në përkujdesjen edhe në menaxhimin qysh prej momentit kur futemi deri kur të dalim, sepse është një institucion gjigant edhe menaxhohet do të thotë natyrisht nga trupat kompetente, edhe nuk morëm ndonjë sinjal që të ndërpritej ose diçka, por në momentin kur ato e pan të arsyeshme natyrisht e bëm një pauzë të shkurtër edhe ju kthyem pastaj normalitetit, show must go on. Kjo është edhe bukura e botës tonë, edhe me të vërtetë është një nga ato rastet që më bjen mend tani, po ka kështu të shumta sepse çdo performancë është e veçantë dhe unike edhe ndodhin gjëra që nganjëherë nuk i pret. Po të mos ishte Marigona soprano sot, ç'a do ishin? Kjo është një pyetje pak jo shumë e lehtë për të përgjigjur, sepse e thash që jam rritur edhe rrethuar çdo herë me artin, me muzikën. Mund të isha një aktore, mund ta merrja edhe atë drejtim, sepse më pëlqen edhe ajo edhe ai art aq i bukur. Nuk e di. Gjithsesi mendoj se pas ke të largosh nga Jo, kurse si jo. Cilat janë planet tua tani Marigona? Pas këtij koncerti, gala koncerti në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë, unë do të vazhdoj rrugtimin tim me projekte të radhës në Teatro Lirico në Cagliari, me rolin e Aidas, në Teatrin Kombëtar të Operës në Çeki, në Prag, me Norman e Bellinit. Do të vazhdoj përsëri në Brazil me debutimin tim si Lady Macbeth nga Macbeth e Giuseppe Verdit. Do të kem projektin në Operën Mbretërore të Danimarkës në Kopenhag me debutimin tim si Tosca e Giacomo Puccinit. Do të ketë gjithashtu edhe disa koncerte, disa kështu gjëra që sapo të publikohen edhe unë do t'i them me shumë kënaqësi do i ndaj me publikon. Edhe mund të them thjesht që më pret një sezon edhe një vit me mjaft angazhime. Për momentin jam shumë e lumtur që ndaj skenën me emrat mrekullueshëm edhe me kolegë të jashtëzakonshëm në mbar botën edhe e ndajmë të gjithat gjuhën e bukur të artit edhe të operas. Kështu që çdo produksion, çdo koncert më pasuron edhe më përmbush shumë, jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në atë human edhe atë të ndarjes së skenës me artistë mrekullueshëm.